Alo, përshëndetje. Përshëndetje ty, zotri, kush do të jetë presidenti i Kosovës? Shpresojnë të jetë Vjosa Osmani, Pse? po e meriton edhe shkaku domthonë dëshpëruesit e vetëvendosjes, diaspora, një pjesë e madhe domthonë që Vjosa ju kanë ndihmu shumë edhe kanë kalu qatë 50%. Kanë pas mundësi me marrë shumë vendime të sinqerta, të mira në favor të shtetit, të Kosovës, domthonë të avancimit çështjes kombëtare, zhvillimit, ka asgjë s'banën, pak vonë kjo, edhe jo me fajin e saj, domthonë vetëvendosja e përjashtu një farforme, nga rreziku që kjo u bu lidere me Amerikën, me Bashkinë Evropiane, edhe nuk ja dhanë mundësin një mandat dytë, derisa familja Ashari domthonë të respektuan si zoj e hekurt, nuk henën këtë lojë, edhe u dasht me pranu, shpresoj të vedisohet populli, gjitha partit tjera për pos vetëvendosjes, të votoj lidhjen demokratike të djathtën e bashkuar, edhe të kthehemi si në kohën e Ibrahim Rogovës. Për ndryshe, ne ta propozojnë dhe Jona Mihalin, se me vendosje ajo vendos, ajo udhëheq, nuk vendos kërkush tjetër. Bashkë si vetë për kur gjë heqa, jo për... Edhe ne ty, Arza? Po.